Sheila Haxhiraj rrëfen me slotësh humbjen e vëllait, mbeta pa gjysmën time. Këngëtarja e njohur Sheila Haxhiraj, gjatë një interviste, ka ndarë një prej rrëfimeve më të ndjeshme të jetës së saj, ku foli hapur për largimin nga jeta të vëllait të saj, Henry Haxhiraj. Teksa emisioni preku temën e mbështetjes së Henryt në karrierën e saj muzikore, Sheila nuk i përmbajti dot lotët. Thjesht përmendja e emrit të tij mjaftoi për ta prekur thellë. Gjithmonë më ka përkrahur në mënyrën e tij, u shpreh ajo. Më mungon çdo ditë. Mbeta pa gjysmën time, fizikisht, por e di që ai është drita dhe energjia që më mban sot këtu. Artistja tregoi se dhimbja është ende shumë e freskët dhe se pranimi i humbjes ka qenë jashtëzakonisht i vështirë. Gjithashtu, këngëtarja ndaloi edhe të vështirësitë shpirtërore që mund ta vendosin një njeri në situata të pakontrollueshme. Ndonjëherë jeta të çon në rrugë që gabon, ka gjëra që janë më të forta se vetja dhe nuk i kemi në dorë, tha ajo, duke shtuar se familja e saj ende kërkon përgjigje për çfarë e shtyu Henryn në një moment aq të errët. E pyetur nëse familja kishte vërejtur ndryshime në sjelljen e tij para se të ndodhte ngjarja tragjike, Sheila ishte e prerë. Henry nuk ka treguar kurrë shenja shqetësimi, nuk ka dashur asnjëherë të na rëndonte me problemet e tij. Sheila rrëfeu edhe çastin më të dhimbshëm, momentin kur e gjeti vëllan pas aktit fatal. Kam qenë në shtëpi dhe nuk arrita ta shpëtoja. Ai moment është pengu im më i madh. Pse nuk i kushtova më shumë vëmendje? Pse nuk isha unë në vend të tij? Pse Zoti e sfidoi pikërisht atë, fëmijën më të butë? Ajo tha se këto pyetje e shoqërojnë vazhdimisht, edhe pse përgjigje nuk ka. Këngëtarja mohoi kategorikisht lajmet e mediave që pretenduan se Henry vuante nga depresioni. Henry nuk ka pasur depresion. Ajo që ka ndodhur ka qenë një moment i papritur, agitimi. Gjithçka tjetër që është thënë ka qenë abuzim mediatik, deklaroi ajo.